Është finalizuar operacioni policor I koduar shëtitësi për parandalimin e vjedhjeve dhe zbardhjen e atyre të ndodhura më parë. Villte lek në automjete, kryesisht taksi dhe bicikleta në zona të ndryshme të qytetit. Pas denoncimeve të qytetarëve dhe punës zgjurmuese, kapët në flagrancë në tentativë për të vjedhur një tjetër biciklet, 56 vjeçari nga Durrësi. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, pas denoncimeve të marra nga qytetarët për vjedhje, organizuan punën hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat I veprimeve hetimore dhe operacionale, në kuadër të operacionit policor të koduar shëtitësi, u kap në flagrancë në tentativë për të kryer një tjetër vjedhje shtetasi Fa 56 vjeç banues në Durrës. Nga veprimet hetimore, dyshohet se 56 vjeçari ka vjedhur një shumë parash në një automjet taksi dhe 2 bicikleta në zona të ndryshme të qytetit të Shkodrës. 56 vjeçari u kap në flagrancë në lagjen Liria, teksa tentonte të vjedhte një tjetër biciklet. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.